nuk mund të ri këtu, pa përmendur disa zhvillime të cilat është mirë t'i kujtojmë, sepse kam përshtypjen që i pari që ka filluar t'i harrojë është vetë Sali Berisha. Foli për disa çështje në raport me fqinjin ton, Greqin, që siç tha zoti Dule në një intervistë që unë e dëgjova, jemi dy fqinj strategjik dhe dëshirojmë që të kemi marrëdhënie jetike dhe vitale. Unë për veten time, pavarësisht se nuk jam gjuhëtar, nuk e bëj dot dallimin mes komponentit vital dhe jetik, po prirem të kuptoj logjikën dhe sensin e drejtë që mes dy fqinjve duhet të ekzistojë ndërsjellësia, respekti për atë çka është historia e përbashkët dhe respekti për mënyrën se si duhet që të adresohen disa çështje të cilët pavarësisht se kanë ndryshuar disa qeveri, disa regjime politike, si në Greqi ashtu dhe në Shqipëri, janë aty sepse kërkojnë një zgjidhje duke e parë njëri tjetrin në sy. Dhe jo atë që dëgjova këtu nga Sali Berisha që foli për fermentimin e problemeve dhe filloi më pas të tregoj anekdotat e tij se çfarë i kishte thënë X kancelari dhe Y personi, se çfarë mund të thonë bashkëpunëtorët e tij etj. Nderuar zonja dhe zotrinj, shteti është një mekanizëm i ftohtë dhe shteti mbahet nga dokumentet, mbahet nga programet dhe më pas nga mënyra se si artikulohen këto çështje. U fol këtu për takimin e tij në 91-shin me Mitsotakisin. Doni që t'i referohemi fakteve të cilët janë lehtësisht të verifikueshme. Po, për çështjen Çame, meqense u ngrit si çështje për herë të parë ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen Çame, është folur në takimin mes kryeministrit Mitsotakis, presidentit Alia dhe kryeministrit Çarçani. Dokumentet janë në Ministritë Jashtme dhe janë lehtësisht verifikueshme për çdo që dëshiron të hulumtoj mbi këtë çështje. Doni të vjoj më tej, në 93-shin, në vizitën e kryeministrit Meksi në Greqi, ku merret për herë të parë premtimi për të diskutuar karakterin pronësor të kësaj çështje nga ana e Greqisë. Pse e them karakterin pronësor të kësaj çështje nga ana e Greqisë? Për mua është fyrje ajo që tha sot Sali Berisha këtu, që me traktatin e miqësisë, i cili është një traktat i mirë, por nuk mund të jetë korniza se si mund të adresohet kjo çështje, u zgjidh ka çështja Çame. Jo të nderuar koleg. Çështja Çame nuk është një çështje pronësore. Ajo është edhe çështje pronësore. Por së pari, ajo është çështje e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit. Dhe duhet të adresohet në këtë prizmë. Për së dyti, është një çështje e cila duhet zgjidhur mbi respektin e dy fqinjve për njëri tjetrin. Mbi respektin e fqinjve për njëri tjetrin. Çfarë do thotë kjo? Shteti fqinj grek me drejt i ka kërkuar Shqipërisë për herë të parë në 75-ën ndërtimin e varrezave për të rënët grek gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri. Përgjigja e shtetit shqiptar e qeverisë shqiptare ka qenë ajo që dihet, që kemi një praktik me Italinë, ku eshtrat u kthyen në Itali, të ushtarëve të rënë italian, dhe kemi një praktik me Mbretërinë e Bashkuar të kodrat e liçenit artificial, për ndërtuar një obelisk apo një monument në nderim të rëndëve. Unë nuk dua të vendos shenja krahasimi mes situatave që mund mos jenë e njëjta gjë, apo mund të jenë totalisht të ndryshme. Po çfarë do të thotë një çështje lirive dhe drejtave themelore të njerëzit? Do të thotë atë që këtu e tha deputeti Muedini. Mundësia për t'i dhënë secilit prej pasardhësve për të shkuar në trojet e tyre, për të shkuar tek tokat e të parëve të tyre, për të nderuar të rënët, dhe për të ndarë një herë e mirë në një botë të civilizuar,
ku Shqipëria dhe Greqia janë, si që është familja atlantike, përgjegjësin individuale për cilën kanë folur gjykatat greke, me përgjegjësin kolektive që është e papranueshme në shekullin e 21. Si çështë e papranueshme që kjo çështje të trajtohet vetëm nga një grup parlamentar këtu. Sepse kjo nuk është një çështje që ka të bëjë me një grup parlamentar, kjo është një çështje shqiptare. Kjo është një çështje që ka të bëjë me identitetin tonë kombëtar dhe kjo është një çështje që i prek shqiptarët kudo ku ato jetojnë. Jemi pjesë e konventave të së drejtës humanitare, si Shqipëria, ashtu dhe Greqia. Cili është kufizimi, nderuar miq, sot për sot, që shteti shqiptar i bën shtetasve grek? Asnjë lloj kufizimi. Pse duhet vjojë të ekzistojë kufizimi për, në fakt, shqiptarët e Çamerisë në një kuptim të së drejtës ndërkombëtare janë shtetas grek. Janë shtetas grek. Dhe e gjithë dosja jonë që avancon në raport me Greqinë, në fakt nuk është në raport me Greqinë, po është në raport me adresimin e një çështje e cila është mjaft e komplikuar sepse trazon shpirtra, ngjall emocione, sjell edhe keqkuptime. Dhe prandaj më duhet që t'ju them shumë qartësisht, nuk është një çështje pronësore që mund të zgjidhet përmes traktatit miqësisë. Sepse çështjet pronësore që përpiqet ta trajtonte traktati miqësisë janë çështje që kanë bëjnë edhe me pronat e shqiptarëve që nuk kanë asnjë lloj origjine çame. Që t'jemi të qartë në të pikë. 3. Respekti për të rënët, deri në fund. Deri në fund. Pavarësisht se si kanë rënë, sepse jemi një vend që zbatojmë të drejtën humanitare. Italia vendosi që t'i marrë në tokën e vetë, Greqia ka bërë kërkesë që në 75-ën, i është refuzuar dhe në 2009-ën kemi një marrëveshje të firmosur nga Sali Berisha. E kam thënë në këtë parlament, jemi një qeveri që e njohim vazhdimsinë e shtetit, që respektojmë kontratat e lidhura dhe si tillë do të mbajmë dhe kemi mbajtur qëndrimin. Por nderuar koleg, kjo qeveri ku unë bëj pjesë dhe jam ministër i jashtëm ka adoptuar një qëndrim të thjeshtë. Duhet të mbaroj lufta mes Greqisë dhe Shqipërisë në mënyrë që të adresojmë pasojat e luftës. Ja kam thënë se çfarë i kam thënë kolegut tim, kryetarit parlamentit, kryeministrit Greqisë. Kam një vajzë 9 vjeç dhe një djalë 4 vjeç. Lexojini tekstet shkollore. Çfarë do t'i them fëmijës tim? Po ulemi dhe po diskutojmë për rishikimin e teksteve. Jemi apo si jemi në luftë? Sjell pasoja lufta apo jo? Për pronat e shqiptarëve. Nuk po flas për çështjen çame, po i referohem kapitullit pronave shqiptare. Sjell apo jo? Pse nuk dëgjova këtu një herë të vetme ish kryeministrin e Shqipërisë që të kërkonte një obelisk? Një obelisk për qytetarët e vendit të tij. Pse? Pse nga buron ky lloj kompleksiteti? Pse Shqipëria duhet jetë e kërrusur? Dhe sot që Shqipëria projekton stabilitet demokratik, dhe sot që sekretari amerikan i shtetit thot Shqipëria është vend mentor në Europën Adriatike për të gjitha vendet që aspirojnë antarësimin NATO, ne sot këtu pam një shfaqje të shëmtuar të valvitjes të flamurit për këtë çështje, e megjithatë në mënyrë hilacake. Çfarë u tha këtu, shumë qartë, disa herë, dhe unë e përbuz çdo lloj raportimi që mund këtë bërë edhe segmentet caktuar të shoqërisë në Greqi dhe në Shqipëri këto ditë, për vendosjen e barazisë mes partive parlamentare në Shqipëri dhe agimitar në Greqi. E përbuz, sepse në këtë sallë nderuar nuk ka asnjë deputet që të ketë një agjendë e cila bie në kundërshtim me integritetin territorial të një fqinji, siç është Greqia,
që të kërkoj dhe të promovoj këtu retorik raciste ndaj fqinjve, siç bën Agimi Art në çdo moment që i jepet mundësia, dhe prandaj mund t'ju them që kam dëgjuar shpesh një shprehje dhe nuk e kuptoja çfarë ishte. Një shprehje që thonin shumë çamër që çam nuk lind po bëhesh. Dhe sa më shumë do ta trajtojmë ne këtë çështje, dhe sa më shumë do të punojmë për adresimin e kësaj çështje, mund t'ju them që kjo çështje është një nga prioritetet kryesore të identitetit dhe të ruajtjes identitetit ton kombëtar. Kushdo, jam krejt koshient, kjo është një çështje që do të kërkoj kohën e dur për të adresuar. Nuk është një çështje që zgjidhet shpejt. Ama si ka mundësi që Komisioni Evropian, Qeveria e Europës, konfirmon një qëndrim bazuar mbi letërkëmbimin fakt të qeverisë greke me Komisionin Evropian. Të qeverisë greke me Komisionin Evropian, ku listohen 3 çështje. Edhe një prej këtyre çështjeve, 2 tjerat deti dhe minoritetet, dhe një prej këtyre çështjeve është çështja çame. Ka shumë profesorë dhe historianë me cilët unë jam konsultuar dhe më kritikojnë shpesh edhe pse e quaj çështje çame. Sepse terminologjia e drejtë nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare në fakt është ajo që unë sapo thash. Duhet ishte dhe unë besohesh në interesin e Greqisë për ta zgjidhur këtë çështje, sepse bëhet fjalë për shtetas grek në fund ditës. Dhe bëhet fjalë për barazinë e qytetarëve që jetojnë në një republikë. E tha Sali Berisha, Greqia është djepi i demokracisë lashtë. Nuk i heq dot asnjë presje këtij konstatimi, se në fakt s'është konstatimi i tij. Se ndryshe s'do bija fare dakord dot. Por ama konventat e drejta ndërkombëtare duhet të jenë të aplikueshme një lloj për të gjitha vendet. Sepse A dhe B dhe C-ja e kartës të OKB-s është barazia sovrane e shteteve. Është barazia sovrane e shteteve. Si nuk e dëgjova një herë dhe nuk tha një çerek fjale këtu. Ku e ka ngritur se nuk po e gjej dot në asnjë dokument të shtetit shqiptar abrogimin e ligjit luftës. Dhe e kishte këtë mundësi. Një pjesë e tive që këtu i ran tavolinës kur tha që ju kanë nxitur një palë tretë për të çuar marrëveshjen e detit në gjykatë kushtetuese, unë personalisht kur pash një pjesë për jush që e duar tërkitët, unë u turprova. Po kur pash atë ish generalin në 97-ës që i merrte tanket dhe bënte deklarimet në jugën e Shqipërisë, herë në kufirin shqiptar, herë nga kufiri i fqinjit ton nderuar, aty me thënë drejtën unë ndjeva shumë mirë. Unë ndjeva aq mirë dhe unë ndjeva aq krenar për veten time sa nuk kam më ku të shkoj. Ku është ngritur kjo çështje? Dakord që ishte një hap cilësor, traktati miqësisë mes dy vendeve. Po më thoni dashur miq, kur ju vendosni ndërtoni një shtëpi, çfarë bëni? Filloni ndërtoni çatin? Vendosni dritaret? Apo në fillim është bazamenti? Hidhni themelet? Origjina cila është? Shfuqizimi i ligjit luftës. E di pse u vendos ligji luftës. Greqia e vendosi ndaj Italisë fashiste në atë kohë, një luftë që zhvilloi një territor shqiptar. Pas luftës dytë botërore gjatë komunizmit, pavarësisht regjimeve që ishin edhe në Greqi me juntën e kështu me radhë, Greqia e heq ndaj Italisë, ndaj agresorit dhe nuk e heq ndaj Shqipërisë, ndaj viktimës. E kuptoni çfarë fakti është ky? Ky mund t'ju them që është një fakt i papranueshëm për çdo mendje racionale, nuk ka rëndësi në rast se shqiptar, është grek, është italian, është amerikan, gjerman, turk, spanjoll, çfarë do të jetë. Këtu janë përqendruar energjitë tona. Për ta parë këtë marrëdhënie strategjike në mënyrë pozitive, duke i thënë gjërat në sy dhe duke hequr dorë, duke u ndarë nga ajo praktike shëmtuar e klasës politike shqiptare, ku kjo çështje dhe e gjithë dosja në raport me Greqinë ishte kthyer si loja kungulleshave apo gjëzat e the apo se the, e the aty brenda apo e thash aty jashtë e kështu me radhë. Mbi këto premisa, ne kemi dorëzuar dhe kemi hartuar një dokument. Kemi hartuar një dokument të cilit askush nuk mund t'i shpëtojë,
Nuk e ka vlerën juridike të gjykatës kushtetuese, të vendimit të gjykatës kushtetuese për detin, është e vërtet, po është një dokument i cili ka vlerë politike absolute dhe askush që do të vi dhe do të qeverisë Shqipërinë pas kësaj qeverie nuk do të ketë kurajon, guximin dhe mundësinë për të lëvizur nga ato linja, cilat nuk janë linja shqiptare. Nuk janë linja shqiptare. Nuk janë linja greke, natyrisht. Janë linja që kanë bëjnë me frymën europiane, me standarde ndërkombëtare. Qa është fryma europiane e standarde ndërkombëtare? Ju marë rastin e dytë detit. Mashtrim, i pacip, për pak ditë bën 70 vjeç. I pacip mashtrim në ti. Të vitë shofit dosjen, se si e ka negociuar, se si është negociuar e gjithë paketa detit me Italinë. Me në krye njerëz nderuar si Xenofon Kristafi e tjerë. Në kohën kur Shqipëria ishte izoluar, 7 vjet negociata me Italinë. 7 vjet negociata me Italinë. Tratat miqësie me Italinë direkt pas luftës së dytë botërore. Pagesa për reparacionet, shfuqizim i ligjit luftës, i gjendjes luftës. Dhe çka është më rëndësishme? Paketa e detit. Në një terren gjeografik, e kam thënë disa herë dhe do ta them gjithmonë, një terren gjeografik që është disa herë më i kollajt për të gjetur një zgjidhje se sa terreni ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Për sa u mbyll ashtu quajtura marrëveshje ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, dhe ky nuk është as fare faj i Greqisë, është faj i pastër shqiptar. I pastër shqiptar dhe përgjithësia ka 2 emra, Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Ju kujtoj të nderuar koleg të lexoni deklaratën e ministrës së jashtme greke Dora Bakoyannis. Në atë kohë, e cila sot derdh lot krokodili në parlamentin grek dhe guxon të komentoj politikën shtetërore të Shqipërisë. Është një arritje strategjike, thot, për Greqinë. E para marrëveshjen mes dhe që kemi për përcaktimin e zonës ekskluzive ekonomike. Tani ka një debat të dytë në Greqi, me drejt. Ende nuk ka arritur Greqia të mbyll paketën e detit me Egjiptin, me Çiprin, me Turqinë jo, me Italinë. Ne nuk kemi kompleks nga asnjë fuqi e tretë, fare. Dhe unë e përbuz insinuatën që bëri Sali Berisha këtu dhe që u duartrokit nga gjithë, po u nderova kur pa generalin e Jugut që e duartrokiti. Nuk kemi asnjë kompleks. Ja kam ofruar dhe po e them publikisht, për ne model janë marrëdhëniet me Italinë. Vendi i G7-s, themeluesi i Bashkimit Evropian, kemi gjithë to precedent pozitiv, kemi luftën mes me Italinë dhe ja kam ofruar palës greke. Ka njëri këtu në parlament që mund të ketë një përqasje tjetër nga kjo që kemi ne? Na e thoj! Në momentin që çështja Çame, kjo dosje e rëndësishme, që është dosja shqiptaro-greke, është ndërkombëtarizuar dhe minimalisht ka një qëndrim nga ana Komisionit Evropian, unë mund të them që ne këtu duhet kishim inkurajuar njëri tjetrin se si të hedhim hapin e dytë, sepse unë e kam thënë që në fillim, kjo është një marrëdhënie që mund të eci me hapa të vegjël, por solid.